Udhëheqësit e Gështatës kanë bërë thirrje për një deslakim të armiqësive në lindjen e mesme duke përfshirë një armë pushim në Gaza. Në një deklaratë të përbashkët ata përsëritën gjithashtu angazhimin e tyre për paqen dhe stabilitetin në rajon, duke shtuar se në këtë kontekst Izraeli ka të drejtë të mbrohet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u largua herët nga samiti në Kanada, duke u thënë gazetarëve duhet të kthehem herët. Largimi i tij erdhi ndërsa Izraeli dhe Irani sulmuan njëri tjetrin për të 5 ditë radhazi. Sekretarja e shtypit e shtëpisë së tha se Trump po largoi nga takimi i liderëve botror në Kananaskis për shkak të asaj që po ndodh në lindjen e mesme dhe nuk dha hollësira. Kjo do të thotë se presidenti amerikan do të humbas takimet ballpërballë me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe presidenten meksikane Sheinbaum, të cilat ishin të planifikuara ditën e fundit të samitit. Trump ndërkohë ka bërë thirrje gjithashtu iranianëve në platformën e tij të mediave sociale të evakuojnë menjëherë kryeqytetin e tyre, Teheranin, një qytet me deri në 17 milion banor. Ai nuk ofroi detaje të mëtejshme. Menjëherë pas kësaj, media iraniane raportoi shpërtime në Teheran herët të martën. Kjo ndodhi për disa orë pasi Izraeli shënjestroi transmetuesin shtetëror të Iranit, duke detyruar një prezantuese të largohej nga mesi i transmetimit. Nëse Shtetet e Bashkuara mund të arrijnë një armë pushim, kjo është një gjë shumë e mirë, tha presidenti francez Emmanuel Macron. Një zëdhënës i kryeministrit australian Albanese tha se largimi i Trump ishte i kuptueshëm, pavarësisht se të dy udhëheqësit ishin planifikuar të takoheshin për të diskutuar tarifat.